Horoskopi ditor. Tashi, në këto ditë, energjia e Mërkurit të shtyn të ndalesh pak dhe të reflektosh mbi ngjarjet e fundit që kanë lënë gjurmë në mendjen dhe emocionet e tua. Mendja jote është shumë aktive, por universi të kërkon diçka më të thellë, të kujdesesh për shëndetin mendor dhe të gjesh mënyra të shëndetshme për të shkëputur nga rutina e përditshme. Nuk është arratizje, është rikuperim energjie, ndërkohë, ndikimi sfidues i Plutonit krijon një tension të brendshëm. Një pjesë e jotja dëshiron të komunikojë, të shpjegojë, të ndajë mendimet me të tjerët, ndërsa një pjesë tjetër kërkon qetësi dhe hapësirë personale. Mund të ndihesh sikur njerëzit kërkojnë më shumë nga ty pikërisht kur ti ke nevojë për heshtje. Sekreti sot është të vendosësh kufi i pa ndjer faj, me kalimin e orëve, energjia ndryshon gradualisht. Një ide, një mënyrë ndryshe të shprehurit ose një talent që ndoshta e ke mbajtur të fshehur, fillon të dalë në dritë. Është moment i mirë për të menduar në përmasa të mëdha, për plane që nuk lidhen vetëm me sotin, por me versionin tënd të ardhshëm. Në marrëdhënie, dita sjell një mundësi të qetë por shumë të rëndësishme, riparim emocional. Nëse ka pasur distancë, keqkuptime apo heshtje, energjia aktuale favorizon afrimin. Jo me krenarit të tepruar, por me një vetbesim të butë dhe të sinqertë. Këshilla e ditës, kur flet nga zemra pa presion, njerëzit të dëgjojnë më shumë se kurrë. Demi, sot kërkohet ritëm i ngadalë dhe vendime të menduara mirë. Nuk është dita për të nxituar drejt fillimeve të reja, përkundrazi, universi të fton të vëzhgosh, të analizosh dhe të kuptosh më qartë ndjenjat e tua para se të veprosh. Mund të kapesh pas mendimeve pesimiste ose të imagjinosh skenar që në realitet nuk kanë gjasa të ndodhin. Kujtoje veten, ajo ndjesi pasigurie është kalimtare, mund të ndjesh nevojën të rishqyrtosh një vendim, një plan apo edhe besimin ndaj një personi. Kjo nuk është dobësi, është intuit që kërkon siguri më të madhe. Kujdes vetëm të mos i japësh një situate më shumë peshë se sa meriton, sepse jo çdo heshtje apo detaj fshen një problem. Me kalimin e ditës, energjia bëhet më e butë dhe më harmonike. Fjalët fitojnë fuqi shëruese, një bisedë e sinqertë mund të afrojë njerëzit dhe të ndërtojë ura aty ku ka pasur distancë. Kur ndihmon të tjerët, ndjen një lehtësim të brendshëm dhe motivim të ri, të tjerët të shohin me respekt dhe besim, dhe mund të lindë një ide apo kauz që të frymëzon vërtet. Aftësia jote për të zgjidhur probleme është shumë e fortë sot, mjafton të zgjedhësh një drejtim të qartë dhe t'i përkushtohesh atij pa shpërndarë energjinë në shumë gjëra njëkohësisht. Këshilla e ditës, fokusohu te një qëllim i vetëm. Binjakët, sot mund të ndjesh një lloj paqartësie emocionale, sidomos në lidhje me marrëdhëniet ose planet që ende nuk kanë marrë formë të qartë. Disa situata të lënë të mendosh dy herë për instinktet e tua, sikur zemra dhe mendja nuk ecin plotësisht në të njëjtin drejtim. Mos u shqetëso, kjo është një fazë kalimtare që të ndihmon të shohësh më thellë realitetin, edhe pse zakonisht je orientuar drejt sigurisë dhe qëllimeve konkrete, sot përqendrimi mund të shpërndahet lehtë. Mendja lëviz mes emocioneve dhe përgjegjësive, duke krijuar ndjesinë se duhet pak më shumë kohë për të kuptuar çfarë dëshiron vërtet. Një aktivitet i përbashkët ose një moment i thjeshtë me dikë të afërt mund të ketë shumë kuptim emocional. Megjithatë, bisedat mund të bëhen pak delikate, keqkuptimet të vogla janë të mundshme. Në vend që t'i shmangësh, përdori si mundësi për të kuptuar më mirë veten dhe njerëzit që kanë rëndësi për ty. Me kalimin e ditës, energjia përmirësohet. Gatishmëria për të zgjidhur problemet dhe për të folur hapur sjell afrime të sinqerta. Marrëdhëniet forcohen kur ndërtohet besimi dhe kur secili ndihet i dëgjuar. Këshilla e ditës, mos kërko përgjigje të menjëhershme. Gaforja, je në një periudhë mjaft të favorshme për përvoja të reja, mësim dhe zgjerim të mënyrës si e sheh jetën. Brenda teje po lind dëshira për të parë më larg se rutina e zakonshme, për të kuptuar më shumë dhe për t'i dhënë vetes mundësi të reja. Megjithatë, energjitë e sotme mund të sjellin disa pengesa të vogla ose një rënje të përkohshme humori që kërkon pak durim. Në komunikim, bëj kujdes me mënyrën si shpreh mendimet. Edhe nëse nuk e ke për qëllim, fjalët mund të tingëllojnë ironike ose të ftohta, duke krijuar keqkuptime të panevojshme.
Qetësia dhe sinqeriteti janë çelësi për të ruajtur harmoninë, mos humb kohë duke u kthyer pas me pendesa. Çdo përvojë ka një mësim, merr atë që të shërben dhe ec përpara. Disa ndërveprime mund të duken më të ngarkuara emocionalisht sot, por edhe dyshimet e vogla kanë rolin e tyre. Ato të ndihmojnë të testosh nëse një ide, plan apo drejtim është vërtet i fortë. Me kalimin e ditës, atmosfera bëhet më e lehtë dhe më sociale. Do ta ndjesh më të thjeshtë të lidheni me njerëzit dhe të krijosh energji pozitive rreth vetes. Frymëzimet që shfaqen papritur mund të mos jenë plotësisht logjike, dhe pikërisht aty qëndron bukuria e tyre. Luani, sot mund të vëresh një prirje për të përqendruar më shumë tek ajo që nuk po funksionon sesa tek gjërat që ecin mirë. Një analizë e tillë ndonjëherë është e dobishme, sepse të ndihmon të përmirësosh situatat, por nëse e tepron, mund të ulë energjinë dhe motivimin. Mundohu ta kthesh vëmendjen edhe drejt anës pozitive, sidomos kur bisedat marrin një ton kritik. Nëse edhe njerëzit rreth teje shfaqin pesimizëm, përpiqu të sjellësh ekuilibër në diskutime. Nuk bëhet fjalë për të shmangur problemet, por për të kujtuar se çdo situatë ka edhe një mundësi brenda saj. Frustrimet e vogla mund të çojnë drejt zgjidhjeve kreative dhe ideve të reja që nuk do t'i kishe parë ndryshe. Kujdes me dyshimet apo qëndrimet mbrojtëse ndaj të tjerëve, sepse mund t'i bëjnë ata të mbyllen dhe ta vështirësojnë komunikimin e sinqertë. Një qasje më e hapur krijon hapësirë për mirëkuptim. Me kalimin e ditës, energjia bëhet më e ngrohtë. Një lidhje me dikë të veçantë përmes një ideje, besimi apo plani të përbashkët mund të të mbush emocionalisht. Birgjëresha, sot mund të shfaqen disa keqkuptime të vogla ose ndjesia se gjërat nuk po ecin saktësisht sipas planin. Mund të dyshosh më shumë se zakonisht tek njerëzit apo projektet që ke në dorë, por kjo nuk do të thotë se diçka është gabim. Thjesht kërkohet pak më shumë qetësi dhe durim, mos u përpiq të shtysh situatat me forcë. Ndonjëherë, duke bërë një hap pas dhe duke i lënë gjërat të zhvillohen natyrshëm, krijohet qartësia që po kërkon. Edhe në marrëdhënie, një pauzë e vogël ose rektim mund të forcojë besimin dhe bindjen tënde në afat më të gjatë. Megjithatë, energjia për punë dhe produktivitet është e fortë. Je më e përqendruar dhe e përkushtuar. Gjë që të ndihmon të zgjidhësh detaje që të tjerët nuk i vënë re. Mund të zbulosh edhe një mënyrë të re për t'u ndier më mirë, qoftë emocionalisht apo fizikisht, kur eshtja jote rritet dhe një mister, një problem apo një situatë që kërkon analizë mund të të tërheqë veçanërisht sot. Këshilla e ditës. Jo çdo përgjigje vjen nga kontrolli, disa zgjidhje lindin kur i jep vetes hapësirë për të marrë frymë. Peshorja, energjitë e sotme mund ta bëjnë pak më të vështirë të kuptosh qartë ndjenjat e tua të vërteta, ndaj është më mirë të mos nxitosh në përfundime apo vendime të rëndësishme. Mendimet mund të fillojnë të rrotullohen vazhdimisht në të njëjtën pikë, prandaj përpiqu të shkputesh kur ndjen se po lodhesh emocionalisht, shmang dyshimet e tepruara ose nevojën për të kontrolluar çdo detaj, sepse kjo vetëm sa të rëndon. Jeta bëhet më e lehtë kur i lejon gjërat të rrjedhin natyrshëm dhe nuk përpiqesh t'i menaxhosh të gjitha njëkohësisht. Në përgjithësi, kjo është një periudhë shumë e mirë për çështje që lidhen me punën dhe shëndetin. Edhe nëse sot ndihesh paksa e luhatur për drejtimin që po ndjek, në thelb je duke ndërtuar një bindje më të fortë për rrugën tënde. Brenda teje rritet dëshira për ndryshim pozitiv, dhe aftësia jote për të udhëzuar të tjerët me qetësi dhe diplomaci bëhet shumë e dukshme. Përkushtimi yt ndaj veprimit dhe përmirësimit personal mund të lërë përshtypje të fortë tek ata që të rrethojnë. Këshilla e ditës. Jepi vetes kohë për qartësi. Ekuilibri që kërkon vjen kur ndalon së kërkuari kontroll absolut. Akrepi, sot mund të ndjesh një prirje për t'u kthyer pas në mendime ose për t'u shprehur pak më mbrojtës se zakonisht. Disa situata të vogla mund të të prekin më shumë emocionalisht, duke të shtyrë të rikthesh tema të vjetra që në fakt nuk të ndihmojnë të ecësh përpara. Zgjedhja më e mirë është të ruash qetësinë dhe të shmangësh përfshirjen në debate të panevojshme, edhe pse kjo mund të mos jetë shumë e lehtë. Tendenca për t'u ndalur gjatë tek një problem mund të rritet, por nuk sjell zgjidhje reale. Mundohu të mos i japësh rëndësi gjërave të vogla.
Paradoksalisht, pikërisht nga një moment frustrimi mund të lindë diçka pozitive, një sqarim i sinqert. Një çlirim emocional ose kuptimi i vlerës së një situate që më parë e kishe vënë në dyshim. Energjia e ditës përmirësohet fal një ndikimi më harmonik që të ndihmon në marrëdhënie. Fjalët dhe veprimet e tua mund të kenë efekt shërues tek të tjerët, ndërsa humori bëhet më i lehtë dhe rutina ndihet më pak e rëndë. Je në gjendje të përfundosh shumë detyra dhe do të ndihesh i lehtësuar pasi të merresh me çështje që nuk mund të shtyhen më. Këshilla e ditës: lëre të kaluarën aty ku i përket. Forca jote e vërtet shfaqet kur zgjedh të ecësh përpara pa barë emocionale. Shigjetari, sot mund të priresh të analizosh tepër situatat ose të shqetësohesh për gjëra që nuk i ke plotësisht nën kontroll. Dyshimet apo qëndrimi skeptik i dikujt tjetër mund të ndikojë përkohësisht në humorin tënd, ndërsa një keqkuptim i vogël mund të të çojë drejt vendimeve të nxituara. Megjithatë, kjo gjendje të ndihmon të kuptosh më mirë ndjenjat dhe nevojat e tua të vërteta. Energjia jote e ngrohtë dhe e hapur të bën më tërheqës për të tjerët, duke sjellë rrethana më pozitive gjatë ditës. Ndarja e ideve, bisedat e sinqerta dhe bashkëpunimi janë veçanërisht të favorshme. Është moment i mirë për të ndërtuar ura dhe për të zgjidhur probleme së bashku. Aktivitetet që sjellin argëtim dhe një sfidë të shëndetshme do të tërheqin më shumë, duke të rikthyer motivimin dhe optimizmin. Këshilla e ditës: jo çdo situatë ka nevojë për kontroll, ndonjëherë besimi hap rrugë më të mira se shqetësimi. Britsjapi, sot mund të shfaqen tensione të vogla, sidomos kur të tjerët nuk duken aq bashkëpunues ose të hapur ndaj ideve të tua. Mund ta kesh pak më të vështirë të përqendrohesh plotësisht në detyra apo diskutime, duke të shtyrë të dyshosh në një plan apo vendim të fundit. Megjithatë, kjo pauzë nuk është negative. Dyshimi i momentit mund të të ndihmojë të shohësh një situatë nga një këndvështrim i ri dhe të marrësh vendime më të zgjuara më vonë. Energjia bëhet më e favorshme në çështjet familjare dhe financiare. Mund të ndjesh dëshirë të investosh më shumë kohë dhe kujdes në shtëpi ose në projekte personale që të japin ndjesi sigurie. Ujori, sot mund të ndjesh një energji mendore paksa të tensionuar, sidomos nëse nuk gjen mënyrë për ta kanalizuar si duhet. Mendimet mund të lëvizin shpejt dhe të shtyjnë drejt diskutimeve ose debateve që në të vërtetë nuk ja vlejnë kohën dhe energjinë tënde. Zgjidh me kujdes ku përfshihesh, mund të ndjesh dëshirën për të testuar një ide apo projekt, por shmang pyetjet e tepërta që krijojnë pasiguri në marrëdhënie. Një ndjenje e lehtë pa kënaqësie mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë veten dhe drejtimin që po kërkon. Energjia e ditës është shumë e mirë për të përqendruar në një projekt që të tërheq plotësisht. Gjithashtu, komunikimi dhe lidhjet me të tjerët marrin rëndësi të veçantë. Mund të kënaqesh duke i kushtuar më shumë kohë interesave, studimeve apo njerëzve që të frymëzojnë. Je më i gatshëm të ndihmosh dhe të japësh mbështetje, ndërsa të tjerët mund t'i shohin fjalët e tua si të mençura dhe udhëzuese. Duke bërë një hap pas nga një problem, intuita jote aktivizohet dhe zgjidhjet vijnë më natyrshëm. Këshilla e ditës: kur mendja qetësohet, idetë më të mira gjejnë vetë rrugën drejt teje. Peshqit, sot mund të shfaqen disa pengesa që duket se të ngadalsojnë, por në të vërtetë mund të shërbejnë si katalizator për një kuptim më të thellë dhe ndjenja lirimi. Mund të dyshosh tek perceptimi yt për një problem të vjetër ose një ngjarje të së kaluarës. Kujdes me fjalët që thuash, edhe me qëllime të mira, ato mund të keqkuptohen dhe të lëndojnë. Qëndro i sinqert dhe i hapur në marrëdhëniet e tua. Nëse ndihesh larg së vërtetës tënde personale, mos e ngut momentin për të ndarë ndjenjat me të tjerët. Me kalimin e ditës do të jetë koha e duhur për introspeksion, për të parë brenda vetes dhe për të kuptuar më mirë motivet dhe dëshirat e tua. Nëse po punon në një projekt ose biznes, përqendrohu më shumë tek aspektet kreative sesa tek numrat dhe të dhënat. Sot është një ditë kur aftësia jote për të tërhequr rreth vetes rrethana pozitive është e fuqishme. Këshilla e ditës: beso intuitën tënde dhe lejo që frymëzimet të udhëheqin. Shpesh rezultatet më të mira nuk vijnë nga logjika, por nga kreativiteti dhe ndjenja e brendshme.